Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me anën e re në peshqit, e cila është në 19 mars. Ajo që ju fton potenciali i anës së re në peshqit është: a jeni duke i marrë seriozisht krijimin e ëndrave tuaja? Ndërkohë, kjo hënë e re është para se të vi ekuinoksi i pranverës, i cili është në 20 mars, zakonisht është 20-21 mars, dhe është në 20 mars dhe ka të bëjë me ditë natën e gjatë. Pra është e barabartë. Ndërkohë ditët fillojnë të zjaten. Që do të thotë, edhe drita jonë është tash në çdo qenie njerëzore, kur ne pranojmë dhe të lidhemi që shtirja me veten tonë, se e kemi në zemër. Kjo zemër është astrale, zemra që mban dashurinë pa kushte, që mban dëmshurinë, që mban minjojen, që mban faljen. Është dashuria që nuk dështon kurrë. Kjo zemër që mban misionin dhe drejtimin e jetës tuaj. Dhe të jeni të sigurt, ju që ndiqni këto video, ju ka sjell shpirti juaj. Dhe zemra është selia e shpirtit. Shpirti është fryma, vi me frymë dhe do të lëm frymën. Dhe kjo frymë ndihmon këtë zemër që na mban dhe na rigjeneron trupin tonë. Pavarësisht se çfarë ne kemi kaluar, të kuptojmë që kjo hënë e re, si çdo hënë, por tani jemi në hënën e re të peshqve, që në shenjat është numri 12, dhe është që ka të bëjë me ndjeshmërinë tonë, është në elementin e ujit, dhe ndërkohë, për një pjesë nga ju, kuptoni që po merrni dhuratat tuaja, po merrni atë që është talenti juaj, ndërkohë po ndihmoheni nga plot fuqitë e larta, të dimensioneve të larta, për të ndjekur ëndrat tuaj, për të ndjekur intuitën tuaj, për të ndjekur misionin e drejtimit të jetës që e keni në zemrën tuaj, pra me një fjalë në rrugën tuaj shpirtërore, duke ndjekur që të gjithë njohurit për atë se që të gjithë keni vlerë. Kjo është që ka një lidhje me planetin Saturnit, që është i karmës dhe i bollokut ton, ndërkohë është dhe lidhja me planetin e Neptunit, që pra planeti Neptun që ka të bëjë me na lidhne me shpirtin ton, dhe në këtë rast ndoshta e ndjeni që keni një intuit të lartë, një mëçuri të brendshme, një uri, pra dëshironi të ndiqni ëndrat tuaja, pra ndjehet në brendësi. Dhe kjo është që është në shenjën e Dashit, dhe duke qenë në shenjën e Dashit, Dashi thot unë jam dhe ne jemi udhëheqës të jetës tonë. Pra si doni, është imazhi, si doni ju të paraqiteni në këtë botë. Ndërkohë është që ju jeni të ftuar që të ndiqni që të gjithë intuitën tuaj dhe të merrni seriozisht ëndrat, pra të që shpirti juaj djeg në brendësi. Ndërkohë është që kjo ka një ndikim, pra dhe na jemi dhe ndjehemi të motivuar, për arsye se hëna e re ka lidhje me planetin Uranit. Urani përfaqëson Zotin ton, pra universin e bollshëm. Dhe në këtë rast është duke qenë se është planeti inovator, planeti i krijimit, pra për të vazhduar në një ripërtëritje të jetës, është që të gjithë ju fton që jo vetëm edhe ndoshta ndjeni që të lini rutinën dhe të filloni të ripërtërini jetën tonë. Ndoshta një pjesë nga ju ndjeni që ndjeni të sigurt, ndjeni të lirë, dhe
keni filluar të përdorni aftësitë tuaja, intuitën tuaj, aftësitë tuaja, qoftë psikike apo atë mençurinë tuaj të brendshme, njohuritë tuaja, dhe në lidhje me teknologjinë, që të gjithë jeni unik në lidhje me shënimi shpirtëror ose me astrologjinë e të tjerë, pra që të gjithë jeni unik se çfarë ju pra keni vlerën tuaj, talentin tuaj, dhuntin tuaj. Por ndërkohë është edhe një ndikim tjetër, është që janë dy planet gjugj ose ndryshe edhe perëndesha Kiron ose Shiron, pra në ndoshta e keni dëgjuar nga parashikuesit të astrologjisë që Kiron, sikurse edhe Eris, për të cilën është na ndihmon ne, pra mund të ndjehet zemrimi tek ju, nëse e ndjeni, që do të thotë të shkëputemi nga ndjenja egocentrike, pra egoist, ashtu sikurse edhe nga padrejtësitë. Pra të shkëputemi me qëllim që të arrijmë që të gjithë të jetojmë me vërtetësinë e jetës, ashtu si krijesa na i ka dhuruar për ta jetuar që të gjithë, për të ndihmuar njëri tjetrin, për të mësuar me njëri tjetrin dhe për të krijuar me dhe për njëri tjetrin. Pavarësisht se si ndodheni, a jeni në zemrim, apo jeni duke planuar të mbroni veten tuaj, duke planuar të kujdeseni për veten tuaj, me qëllim që të arrini në dy këmbët tuaja, këto janë që do t'i ndjeni në hënën e re të peshqve. Tjetër, efekti e hënës së re është që ju do të ndjeni simptoma të gjitjes tonë. Dhe kjo ka të bëjë me që gjatë kësaj periudhe të hënës së re, ju do të përjetoni gjumë të dobët, lodhje, ndoshta mbi ngarkesë në sistemin nervor, mbi ngarkesë në kokën tuaj, pra në mendimet tuaja, ndoshta mbarramendje, ndoshta impulse si të gripit, po kështu në lidhje me atë në bark, në zorët tuaj të barkut, mund të keni pra mbajtja e lëngjeve, ndoshta ndjeni që zorët ju bëjnë zhurmë, ndoshta ndjeni të papërqendruar, gjithsesi që të gjitha këto janë që ju sjellin ju, sa rova dhimbje koke e tjera, ju sjellin ju që ndoshta ndjeni dhe tjetrën që keni, pra do të ndjeni këto simptoma fizike, por ndërkohë ndoshta ndjeni që keni edhe ndjeshmëri në lidhje me energjinë e të tjerëve. Pra kjo është që ju jeni në ngjitje. Në qoftë se këto gjëra ju i ndjeni, sigurisht ju duhet kujdeseni për trupin tuaj, të jepni pushim, të çlodheni e tjerë. Shën tjetër është si ndikon energjia e peshqive tek ne. Mësoni që peshqit, duke qenë se është dhe dielli, është edhe hëna në shenjën e peshqve, krijohet hëna e re. Pra ne nuk e shohim, sepse është hëna në mes të tokës dhe të diellit, pra dielli dhe hëna janë bashkuar, dhe kjo është që çfarë keni tani, hidhni farën me qëllim që kur të vi hëna e re në 19, të lini të shkoj çfarë do lloj që nuk ju shërben më. Mësoni që kjo shenjë e peshqve është shenjë mistike dhe gjitha që do të ndjeni në këtë, duke qenë se është elementi ujit, është që peshqit kanë energjinë, janë miqësor, janë të ndjeshëm, janë empat, shpesh duke qenë se fantazojnë, i kanë një lloj mos përputhje midis realitetit ku jetohet, par botës realiste që jetojmë, por edhe në lidhje me botën e fantazisë, dhe shpesh kjo i bën që të lidhen, pra të jenë të varur. Ndërkohë është, edhe pse futen në varësi, pra lidhen me marrëdhënie, pra janë në varësi, çfarë ndodh është që kur kërkojnë të marrin përgjigje për pyetjet që bëjnë, i japin përgjigje për arsye se janë intuitiv, pra i ndjejnë, janë të ndjeshëm, dhe në këtë rast është që marrin përgjigjen e duhur.
Ndërkohë është që janë shumë të dëmshur edhe bëjnë shumë pra për të tjerët, ndërkohë janë krijues me atë që ndërrojnë, me atë që fantazojnë, me aftësitë e tyre psikike apo intuitive të tjera, krijojnë në lidhje me artin, në lidhje me muzikën, në lidhje me pikturën, për një pjesë ndoshta për të shëruar, për të ndihmuar njerëzit që të shërohen nga ana shpirtërore, dhe në këtë rast është dhe Diana se e ka në grafikun e lindjes si shërues i plagosur, por tani fat duke ndjekur dhe duke dashur Dianën hapasapi dhe se ka qenë një proces i vështirë. Përsëri jam falenderuese dhe mirënjohëse që jam sot këtu ku jam me misionin e vërtetësisë së jetës për të ndihmuar ju të gjithë, pa ju prekur lirin se është drejta juaj. Unë ju frymëzoj, unë ju tregoj që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës për të jetuar jetën me vërtetësi për vete, për rreth dhe për të gjithë universin tonë. Pra çfarë do të thotë është dhe krijues. Por shënim, si çdo shenjë, edhe kjo shenjë ka energji të ulta dhe kush është që peshqit janë miqësor dhe janë të dëmshur dhe bëjnë shumë për të tjerët dhe të tjerët shënim janë që përfitojnë nga kjo energji. Dhe ajo që bëjnë peshqit është duke dhënë shumë për të tjerët, humbasin veten e tyre, pra kjo është sakrifikojnë jetën për të tjerët, prandaj është ftesa që vërtet jeni të miqësor, të ndjeshëm, empat për të gjithë ju, por tani të kujdeseni për veten tonë, dhe kjo nuk ka të bëjë me egoizmin, kjo ka të bëjë thjesht që të kthejmë energjinë që na kanë pitur të tjerët. Kushdo qoftë brenda, edhe qoftë dhe në partnerin tuaj romantik. Kjo nuk do të thotë që ju do të ndajeni, kjo do të thotë që ju të lidheni me veten tuaj për të sepse çdo individ i ka këto dhimbje, në zorët e barkut është e kaluara jon, dhe në trurin tonë janë ato emocione që ne mendojmë se çfarë kaloi. Pra qoftë dhe 5 minuta se çfarë kaloi dhe e harrojmë duke u marrë me aktivitete tjera dhe nuk i japim zgjidhje për atë se çfarë po ndodh, dhe ndërkohë për të vazhduar punojmë fort për të ardhmen dhe çfarë ndodh u mbasim tani. Prandaj është që ka një energji të ulët që të mos sakrifikojmë veten për të tjerët dhe të mos e quajmë veten pra të varur nga të tjerët dhe në këtë rast dhe të mishërojmë veten, pra të jemi në rolin viktim. Tjetër shenjë është ndikon lidhja midis planetit pra Saturnit dhe Neptun që kanë me nënën, janë që të dyja në këtë moment në shenjën e dashit. Neptun hyri në 26 janar të këtij viti, ndërsa Saturni në 13 shkurt, në shenjën e dashit, sikurse edhe në 20 shkurt këto të dy u lidhen në gradën 0 është infinitiv, është pafundësia e jetës, është kush është e lidhur me zimin e shpirtit, është misioni i zimit ton shpirtëror për të filluar, sepse shpirti është i përjetshëm, i pafundshëm. Kjo tokë mbyllore është e bollshme, ka për të gjithë më tepër se ju se e mendon mendja, është e sar, ka mineralet e saj në tokë, është me rrënjët e argjenda, me rrënjët e saj kristal, është që sjell bimësin, sjell botën shtazore, sjell qenien tonë njerëzore që është në vazhdimsi, sepse këtu është jeta, është në vazhdimsi, kjo energji femërore që na bën ne që të vazhdojmë jetën dhe mendo pararësit tanë me miliarda shekuj, por që dhe do të vinë me miliarda pasardhës, sepse jeta në këtë tokë mëm është e sarë. Dhe kjo është koha e të gjithë qenies tonë njerëzore në emër të modernitetit të mendjes moderne, që jemi kthyer makinë, dhe nuk kam gjë me makina sepse dhe ato na ndihmojnë, na lehtësojnë, por është ajo që ne kemi humbur vlerën tonë, kemi humbur mençurinë tonë,
dhe duke lidhjen që ne kemi si qenie humane, shoqërore, ne jemi të tillë, ne jemi të ndjeshëm, ne jemi miqësor. Pyetja çfarë po ndodh tani edhe brenda familjes? Përse po ndodhin këto ndarje? Asgjë nuk është pa shkak, por këto planeti Saturnit dhe që është për karmën dhe për bollokun, dhe që pra i ka hyrë në shenjën e dashit, do të thotë që ne do të lidhemi me veten tonë, sepse shumë gjëra ne i kemi të marra nga pararësit tanë që në barkë të nënës, por edhe në brëndësi nga eksperienca jetës tonë, dhe ne do të lirohemi nga kjo karmë. Ashtu sikurse ne do të lidhemi me shpirtin tonë, se është planeti Neptun, për të lidhur me energjinë femërore që kemi në brëndësi të shpirtit tonë, në veten tonë, me sekretet, se peshqit janë që ruajnë sekretet që ne kemi mbajmë dhe baza është frika, dhe kjo është që ne duke u lidhur me energjinë femërore, ne do të arrim që apasapi të realizojmë ëndrat tona, dhe ky është qëllimi i Saturnit dhe i Neptunit që janë afër dhe në shenjën e dashit, që ne të ndjejmë tani që ne jemi të frymëzuar, ne duam të realizojmë ëndrat tona, por edhe e kuptojmë që edhe pse kërkojmë të, pra duam të vazhdojmë të lidhemi me dëshirat me ëndrat tona, përsëri ka pengesa, pra e ndjejmë që nuk po ecet, pra nuk ka përparim. Gjithsesi do të ndjeni frustrim, do të ndjeni pengesa, do të ndjeni që ka ngacmime, dhe kjo vjen për arsye sepse me njërin anë doni të vazhdoni të filloni, pra të zgjidhni veten tuaj, lirinë tuaj, të realizoni ëndrat tuaj. Në anën tjetër është që e ndjeni që edhe pse po bëni diçka, përsëri ka pengesë. Pra që do të thotë është që qofse ju ndjeni që gjërat ecin me ngadalë, do të thotë që ka akoma në brëndësi të trupit tuaj për të pastruar çfarë ju nuk ju shërben në lidhje me karmën e vjetër, ashtu sikurse edhe me eksperiencën e jetës tonë. Pra që të gjithë jeni të ftuar të lidheni me atë çfarë ju serr shpirti juaj për të përpunuar emocionet. Emocionet janë energji, është energji, emocioni janë dridhjet tona, pra që do të thotë në brëndësi të vetes tonë, çfarë na sjell trupi në momentin tani, duke jetuar në momentin prezencë, atë çfarë sjell të çlirohemi nga çdo lloj emocioni, me qëllim që të hapim hapësirë për të krijuar dhe realizuar ëndrat tona, dëshirat tona, pra të manifestojmë jetën për atë që ne kemi vlerë. Por është shenja tjetër që do të ndjeni në anën e re me peshqit. Janë dy perëndesha, ndryshe Chiron ose Chiron në shqip dhe Eris, por edhe nga ana e astrologjisë, asteroide ose planete gjuq, pra Chiron edhe Eris. Planeti Chiron lëviz rreth pra rreth diellit midis Saturnit dhe Uranit, dhe ka të bëjë me këtë që njihet në kohët pra të paraardhësve tanë shëruesi plagosur. Gjithsesi ndihmonte, edhe pse vetu plagose tjera e pranoi që jeta nuk është, pra edhe pse je shërues, kjo nuk do të thotë që je mbi të tjera. Kjo do të thotë që ne jemi këtu në këtë jetë që të mësojmë, të ndihmohemi dhe të krijojmë me dhe për njëri tjetrin. Dhe në këtë rast bëhet fjalë, edhe pse ne kemi marrë me vete nga karma e paraardhësve tanë, tani në këtë afat kohor, ne nuk mund të mbajmë çdo gjë që kemi marrë nga të parët tanë, qoftë tradita, kultura, zakone të tjera, besime, ne nuk mund t'i mbajmë për arsye sepse universi ecën përpara, jeta ecën përpara, universi nuk gabon. Çdo sekond lind dikush, çdo sekond vdes, çdo sekond mbet ka luftë në një moment, në një vend tjetër, si qeni. Pra jeta është në zhvillim, është në përparësi, pavarësisht se ka me shkak pa shkak, ka edhe pengesa, ka edhe bllokime, kriza e të tjera.
kështu është zhvilluar nga miliarda shekuj jeta në tokën mëmë, se këtu ne po jetojmë, por dhe në universin e matë, pra sepse kemi lidhje, është ndërlidhja, është e krijuar nga perfekcionizmi, nga Zoti i Madh, universi i Madh, çfarë doni ta quani, pra nga burimi i energjisë krijuese, që është ekzistenca jonë, dhe ne jemi pjesë e kësaj ekzistence. Çdo gjë është e ndërlidhur, që do të thotë që ne me këto, pra me shëruesin e plagosur, ne do të lëshojmë, pra në këtë rast edhe zemërimin në lidhje me padrejtësitë që na janë bërë ne. Ashtu sikurse edhe Perëndesha e Eris është na ndihmon ne për të zgjidhur mosmarrëveshjet, për të zgjidhur kaosin, për të zgjidhur problemet, konfliktet, çfarë do lloj ne kemi, grindje të tjera. Pra në gjdo, dhe mos ju bi çudi çfarë po ndodh në botë, por unë tani flas për qenien tonë, pra në lidhje me anën e re në peshqit. Edhe çfarë mund të ndjeni, mund të dali zemërimi. Eris është motra e planetit Pluto, dhe ju e keni dëgjuar që Pluto, që është për këto 20 vjetë, është në shenjën e ujorit, ujori udhëhiqet po nga Urani, nga qielli, dhe çfarë do të thotë është për transformimin tonë, pra vdekje, rilindje. Kur them vdekje, do të lëmë çdo gjë që nuk na shërben, dhe për ne, si ne vetë, duke u lidhur me veten tonë, ne do të shkëputemi nga identiteti vjetër, dhe për një pjesë nga ju ndoshta keni arritur që jeni vetja juaj e vërtet, kush ju jeni, këtë kërkon misioni i shpirtit. Por, le të vazhdojmë. Eris është lëviz në jashtë planetit Neptun, dhe në këtë rast është që ka lidhje me Neptun në lidhje me shpirtin, por ndërkohë, ne do ty me veten tonë, sepse ne kemi lidhje me të tjerët, mos marrëveshjet për t'i zgjidhur, dhe vjen nga të dy, si nga shëruesi plagosur, si nga Eris, pra Chiron dhe Eris, vjen zemërimi, dhe ky zemërim do ju dali sepse ndjeni që keni qenë, pra jeni trajtuar në mënyrë të padrejtë në kohën e kaluarës tonë, pra padrejtësinë me të kaluarën, dhe faktikisht që të gjithë kemi qenë të lënduar, nuk do të gjykojmë, nuk do të kritikojmë, por ta dini që kemi qenë padrejtësisht me të kaluarën të lënduar. Ndërkohë, ashtu ishte afatikor, ndërkohë do ju dali që keni qenë të mbingarkuar, po kështu të dominuar, sidomos nga impulset egoiste, pra egocentrike këtë, nga njashmëria e energjisë mashkullore, pra situash të dominuar nga të tjerët dhe nga një pakicë, dhe kjo është që klasa e paprivilegjuar, pra ju, unë e të gjithë ne kemi patur probleme, ose dhe vazhdojnë dhe një pjesë që flen gjumë akoma. Ndërkohë është që e gjitha kjo do t'ju ndihmoj ju, pra këto konflikte që do të ndjeni, që të gjithë jeni unik, do ju ndihmoj ju që të zgjidhni mosmarrëveshjet që keni ju me të tjerët, po ju dhe me veten tuaj, sipas asaj që jeni në këtë kohë, që ndodheni. Mësoni që në momentin që mund t'ju vi, sidomos në këtë kohë, sepse peshqit janë të ndjeshëm, janë mistik, mund t'ju vi që të merrni një vendim, pra të zemrojni një vendim direkt të shpejt, për të cilën ju distancon nga kontakti. Pra mund të ndodhi ju me të tjerët, me këdo. Gjithsesi, një i tret vjen gjithmonë ndodh midis palëve, dhe kjo sjell tension, kjo sjell konflikt, kjo sjell pra konfuzione të tjera, pra ndodhin këto gjëra dhe jini të vëmendshëm se kush është ky personi i tretë që ju ndikon ju. Jini të vëmendshëm, me qëllim në fund të fundit jeni të sigurt që pa një të tretë nuk ka konflikte. Pra, doni apo nuk doni, kjo nuk do të thotë që ne duhet patjetër kemi konflikte, por këto konflikte vinë sepse ne jemi në pafuqinë tonë. Dhe për sa kohë ne jemi në pafuqinë tonë, ka luftra, ka uri, ka sëmundje e të tjera, sepse jetohet me pavërtetësinë e jetës, pra ne e kontrollojmë jetën,
ndërkohë që jeta është ekuilibër midis dy energjive, asaj që ne ndjejmë në brendësi, që është energjia femërore krijuese, është nëna e madhe, është energjia e dashurisë, pa kushte, ndërkohë mendja na duhet ne për të vazhduar atë që ndjejmë me vlerën tonë, me misionin e shpirtit tonë, me intuitën tonë, dhuntin tonë, talentet tona, të krijojmë në këtë tokë, pa i dëmtuar tokën mamë, se në fund të fundit jeta është këtu. Dhe ndërkohë, kur arrim në ekuilibër, ne do të lidhemi me qiellin dhe me tokën. Për sa kohë ne jemi të njanshëm vetëm me mendjen dhe nuk funksionojmë me burimin e energjisë, me pjesën kuantike, me shpirtin, me energjinë femërore që është krijuese, kjo është do të ndjeni zemërime, pengesa e tjera, por gjitha bëhet për bukurinë e jetës tuaj. Pranojni, dhe kjo është që do të na sjelli në momentin që ne do të lirojmë nga çdo gjë që nuk na shërben, shtesa për të gjithë ne të përdorim krijimin ton për të vazhduar jetën për atë që ne kemi vlerë. Pra për të zgjidhur edhe në këtë rast dhe problemet e jetës tonë. Mësoni që në këtë kohë planeti Uranit ka lidhje të mrekullueshme me anën e re dhe ndoshta i ndjeni që jeni të motivuar, i ndjeni që kërkoni siguri, kërkoni të jeni të lirë, kërkoni të jeni të pavarur nga të tjerët dhe në këtë rast të përdorni krijimtarinë tuaj, punën tuaj për atë që ju keni vlerë, atë që keni aftësi, dhunti, që të gjithë jeni unik. Dhe kjo ju bën që me të vërtetë duke përdorur aftësitë tuaja psikike, se shpesh janë mistik, apo intuitën tuaj të brendshme, njohuritë tuaja, vlerën tuaj, ndoshta ndiqni mësimet, ndoshta kurse për mësim në lidhje me astrologjinë, në lidhje me mësimet e shpirtërore, që të gjithë jeni unik, numerologjie, më të thash, me nënën e tjera, pra që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se kush është talenti juaj, si shërues, ndoshta dhe me bimë mjekësore, me energjinë e tjera, që të gjithë jeni unik dhe në këtë rast të kuptoni që në qoftë se ju ndërkohë është e ndjeni që doni të jeni të pavarur, pra nga të tjerat, përsëri ju po bëni diçka, po ndjehet që pra nuk ka rezultat, pra rezultati është i avashëm. Atëre, çfarë është të kuptoni që këto nuk, edhe pse ndjehen si pengesa, të mos i merrni që janë pengesa, por ti kuptoni që kjo onere ju ndihmon ju që të arrini, që të filloni hap pas hapi, pa nga pak se dhe Roma nuk u ndërtua për një herë, hap pas hapi, duke përdorur aftësitë tuaj, vlerën tuaj, të arrini, të ndiqni pra në rrugëtimin tuaj, vlerën tuaj me atë pse shpirti ju solli këtu, pra të ndiqni, kjo është që të filloni të krijoni ëndrrën tuaj në jetë, se në fundit këtu jetojmë. Dhe kur ju jeni në realizimin në këtë drejtim me misionin, atë që zemra juaj ka mision dhe drejtim, dhe pyesni zemrën tuaj, kjo është që edhe në qofse keni pengesa, edhe në qofse ndjeni që nuk keni atë këmbgulje, përsëri ana e re në peshqit do ju ndihmoj. Kjo është afatikor, është viti universal, viti që ne që të gjithë, nëse jemi të hapur në univers, ne do të ndihmojemi. Kjo është përgatituni që nuk ka, edhe në qoftë se ka pengesa, nga pengesat ne do dalim më të fortë. Pra vazhdoni hap pas hapi. Ndërkohë është shenja e fundit jeta jonë e dashurisë, jeta jonë e marrëdhënieve, jeta jonë e përvojës me flak binjake. Që të gjithë ne krijojmë në jetën tonë lidhje dhe lidhja është e mrekullueshme, pra lidhja e dashurisë. Gjeneraca ime të jeni të sigurt, unë nuk mund ta përgjigjsoj në përgjithësi, por e përgjithshmja është që ne kemi jetuar me dashuri në nevojë.
Dhe pavarësisht se çfarë ka ndodhur, ju ndodheni këtu tani dhe ajo që mund të ndjeni nga rrugëtimi që keni vazhduar, qoftë me shërimin me nënën apo me zimin shpirtëror, pra që jeni prezent në këtë kanal dhe e dëgjoni hap pas hapi, jo se është kanali im, por në qoftë se ju e ndjeni që rezoroni, ndiqeni shpirtin tuaj, sepse veçërimi është rritja e vetëdijësimit. Veçërimi është vullneti juaj për të përmirësuar jetën tuaj, për arsye se shpirti jeton dhe shpirti kërkon rritje, zhvillim. Vetë ne si qenie njerëzore kemi ardhur ëngjëj dhe që të gjithë në zemrën tonë është flaka jonë, pra që të gjithë e kemi flakën tonë në zemër. Pavarësisht se çfarë ndodhi në jetën tonë, ju që jeni lidhur dhe keni ndjekur rrugën e shpirtit dhe jeni në këtë kanal, ju kuptoni tani në këtë kohë, duke vazhduar pra rrugëtimin e shpirtit, sepse shpirti jeton dhe ne do të vazhdojmë hap pas hapi, ju në këtë moment keni arritur sa që po kuptoni që ndjeni të sigurt, ndjeni që është pra e kuptueshme, pra ndjehet e kënaqshme marrëdhënia juaj, pra ju me veten tuaj, por dhe ju me të tjerët, pra varet si jeni, dhe në këtë rast kjo vjen sepse planeti Juno, i cili është për marrëdhëniet na ndihmon dhe është shumë i rëndësishëm në lidhje me marrëdhëniet tona të dashurisë, është që na ndihmon për martesën, është që na ndihmon edhe në lidhje me lidhjen tonë të thellë me personin tonë, me veten tonë, me flakën tonë. Pra në këtë rast mund të ndjeni pra të kënaqur dhe të sigurt, sepse personi ai ose ajo, mendja ose shpirti juaj, pra varet si jeni apo partneri juaj tjera, është që ndjehet me atë që keni marrëdhënie, ndjehet që nuk po ju ngacmon, pra është i qetë, pra nuk ju ngacmon me emocionet tuaja, është më pak emocional se ajo që ndjeni ju në brendësi. Dhe këtu jeni të vëmendshëm, pra të që ndjeni në brendësi, sepse kjo është që mund të ndjeni të trishtuar, mund të ndjeni të zhgënjur, edhe të tjerë, ose mund t'ju vinë konflikte, dhe jeni të vëmendshëm nëse këto vinë që i keni me të tjerët, dhe mos i largoni, mos pra lërini të jenë, me qëllim që të mos e lini që të preki në thellësi zemrën tuaj. Pra ndaj jini të vëmendshëm, në qoftë se ndjeni trishtim, në qoftë se ndjeni konflikte, dhe i lini, këto do të ndjehen në zemrën tuaj. Pra nuk do të jetoni edhe pse pra personi tjetër nuk ndjehet emocional. Pra jini të vëmendshëm, kjo është që të krijoni në vetvete, në qoftë se ndjeni në brendësi diçka që nuk është pra është trishtueshme, është me konflikte, dhe e lini, do të keni pasoja në zemrën tuaj. Pra nuk do të jetoni jetën tuaj. Tjetër është kujdes për një pjesë, mundet që keni vazhdoni punën, mundet që çfarë ndodh? Mundet që ju partneri juaj, ai ajo kushdo që të jetë, pra ne kemi marrëdhënie me të tjerët, por ne kemi marrëdhënie edhe me veten tonë. Dhe në këtë rast partneri juaj, qoftë në krah, qoftë me veten, se mund t'jesh dhe vetëm, pra si jeni që të gjithë jeni unik, me këdo që të jeni, me këdo që keni marrëdhënie, ju lejon ju jep hapësirë ju, pra ai ajo, ju jep hapësirë ju që të ndjeni, pra vazhdoni të ndjeni çfarë ju ndjeni, të vazhdoni me intuitën tuaj, pra të ndiqni intuitën tuaj. Dhe çfarë sjell kjo? Pra ju sjell që ju të keni ndoshta përmbysje, pra si thua, shkëputesh nga kontakti ose nga vetja jote, pra ke një lloj shkëputje, pra përmbysje, por është dhe tjetra, nëse ju vazhdoni, ndjeni emocionet, ndiqni intuitën tuaj, ndiqni ku ju drejton shpirti, ndoshta ju arrini tani të krijoni një lidhje së bashku më të fortë me njëri tjetrin, ashtu sikurse dhe të filloni të besoni me ndër, pra të komunikoni dhe me ndërmjetësi, me besim me njëri tjetrin, pra në mënyrë të një besim të ndërsjellë.
Për një pjesë nga ju, për të cilën ju nuk jeni me personin, ju nuk jeni, është vetja juaj, është kushdo, por në këtë rast me personin për të cilën ju keni një përvojë me flakën tuaj, pra nuk jeni me këtë person, çfarë ndodh është që mund të lindi trishtimi, mund të lindi zhgënjimi, për arsye sepse kjo ju bën që ju pra ndjeni që ktheheni në të kaluarën tuaj apo në situatën tuaj, pra jini të vëmendshëm. Shpesh kjo ju bën që duke u kthyer me të kaluarën, ju bën me të vërtetë të trishtuar, ju bën me të vërtetë të zhgënjur sepse filloni të kujtoni kohën që keni kaluar mirë, por në fakt ndje këtë shpirt, këtë brëndësi, këtë flak që të do më shumë se ty. Pra, gjatë kohës, ne kemi pas marrëdhënie me të gjithë, qoftë me nënën, qoftë me mësues, apo me motrë vlla, apo kudo, me kë kemi pas marrëdhënie. Por dhe me veten tonë kanë qenë që të gjithë mësuesit tanë, apo edhe në marrëdhënien tuaj, por dhe me veten, sepse kjo është me veten tonë, të jeni të vëmendshëm, sepse kur vjen kjo çfarë ndodh, ju keni dhimbje, dhe kjo dhimbje ju sjell zemërim. Kjo dhimbje ju sjell zemërim sepse ju mungon dashuria. Kjo duke ju munguar dashuria është ajo që ju ndjeni të braktisur, pra të çfarë ndodhi me ju, ose ndjeni bosh, pra edhe pse shpirti ju sjell ndjeni që jeni bosh në vetë, pra edhe nëse jeni në marrëdhënie, ndjeni që keni një boshllëk, ose ndjeni që jeni një humbje të thellë të tjera. Kur ndodhin këto dhe nuk jeni me veten tuaj, çfarë ndodh? Ju ndjeni këto dhimbje dhe ju sjellin depresion, ju sjellin zymti, ju sjellin që ju jeni pa fat, ju jeni viktimë e të tjera. Dhe çfarë kërkoni si zgjidhje, shënim, ose ju do të merreni me aktivitete të tjera, çfarë do lloj, ose do të merreni dhe me narkotik, që të gjithë jeni unik, po ta dini që këto dhimbje, duke mos u rryer me veten, i vazhdoni duke u utuar, ndoshta me show, sidomos në Shqipëri kur isha muajin Big Brother, edhe deri natën, që ishte një rrëmuj. Unë nuk mund, unë vinja kufjet, sepse unë s'mund të largohesha nga njerëzit e mi, po unë edhe nuk i gjykoj se në fundit është jeta e tyre. Dhe lia deri një farë kohe, edhe në orën 10 që ishte orari im i gjumit, të thosha natën e mirë dhe ikja në punën time, por të kuptoni, ata rrinin deri 2 natës, se kur nglesha në mëngjes, unë nglesha herët të ndilja dhe në natyrë. Edhe kur kthehesha dhe nga natyra që i kaloja një 2 orë, akoma në gjumë. Po si mos je në gjumë, dhe çfarë është kjo orë biologjike e shpirtit, pra këto aktivitete që duke parë të tjerët dhe shipet qëllimi i jetës. Edhe sidomos Big Brother, që është vetëm një rrëmuj, është jeta që ne bëjmë, po është jeta jonë? A është jeta kjo për të frymëzuar fëmijët tanë apo të ardhmet tanë, që të bëjmë bla 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 bla, sa ishte rrëmuj ishte. Nuk mundja që jam e fuqishme, unë nuk më kushton asgjë në këtë kohë rrëmuje të krizave, sa asgjë nuk ndodh pa shkak. Dhe jam në fuqinë time, kam qenë në fuqinë time, por gjithmonë, se shkoja, kam qenë udhëtimet i bëja gjithmonë në kohën e shkurt mars, sepse dhe bileta ishte e lirë e udhëtimit, edhe gjithmonë shipja këtë program të Big Brothers, dhe Shqipëria, oh my god, po sigurisht popullim është me i vuajtur se kur, por ju lutem, unë dërgoj jehon, unë e dua gjithë popullin tim, por tani unë ju shërbej ju, sepse ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe në këtë rast është tesa ime, bëhuni të vetëdijshëm, sepse pjesa dërmuese jetojnë me pavetëdije në mënyrë të pavetëdijshme, për arsye se në mendjen e tyre, që është jo vetëm një pjesë e ka nga vetja e tyre, por është edhe nga e uazuar, pra duke parë zakonet, apo sjelljet, apo mbetëtash të botës së jashtme, duke bërë gjëra si duan të tjerët dhe humbën vlerën tonë, kjo është që ne i kemi në mënyrë të pavetëdijshme, këto i zbatojmë në çdo lloj marrëdhënie, qoftë me veten, qoftë me të tjerët, dhe ky është lëndimi, prandaj ne do të bëhemi të vetëdijshëm
dhe duke ndjekur hapasapi rrugëtimin ku ju drejton shpirti juaj, sepse shpirti ju do më shumë se askush, hapasapi ju do të arrini në vërtetësinë e jetës. Dhe kjo është dhe viti për të cilën e kemi filluar tashmë dhe në vitin astrologjik që do të filloj në 21 mars, që do të jetë dhe hëna e dashit, të hitni farën dhe të vazhdoni hapasapi, dhe nëse ndjoni për herë të parë këtë video, nuk jeni se është rastësi, është se është ndjerë energjia juaj. Dhe nëse ju luteni në Zot apo në ku luteni angjëjt tuaj apo kudo nënën tuaj, vetjen tuaj, atëherë lutja juaj sigurisht ne dëgjojmë, por ju jeni të vëmendshëm. Dhe në këtë rast, qofse jeni në këtë video dhe ndjeni si të hutuar qapo flediana, nuk është se jeni se është me qëllim. Është që do t'ju ndihmoj që shpirti juaj të marri vetëdijesimin që 70% shërim dhe pastaj duke marrë këto se çfarë tregon Diana, ju dhe të veproni me higjienën e shpirtit. Gjithsesi është e drejta juaj, unë ju frymëzoj, por unë nuk ju detyroj, jeni ju të lirë që zgjidhni dhe mi të gjitha zgjidhni të doni veten, të ktheni energjinë, se është jeta më e bukur që ja uroj që të gjithë, dhe unë bekoj dhe dërgoj si Dian, dërgoj thirrje tek ju dhe tek të gjithë që nga jo njerëzore në mbar botën që të lidhen me frekuencat e larta të dritës dhe të dashurisë, sepse ne udhëhiqemi nga vetja jonë e lartë, nga Zoti jonë i madh, që kemi në zemër, drejt rrugës së madhështisë. Dhe ky shekull është shekulli më madhështor dhe më i rëndësishëm, jo vetëm për jetën tonë, se kthejmë energjinë për të jetuar jetën me vërtetësi, por të kontribojmë për fëmijët tanë dhe për një premesa e kështu jeta është në pafundësi për të krijuar tokën e re dhe duke qenë me zemër të hapur, ne do të heqim dorë nga luftra, ne do të heqim dorë nga uria, ne do të heqim dorë nga sëmundjet. Pra kjo bën që kur ne kthejmë energjinë në veten tonë, që do të thotë dashuria është që nuk dështon, dashuria ynore nuk dështon kur, por me durim, me besim, me shpresë, me atë që ne nuk kënaqemi se çfarë po ndodh në botë apo në rreth vetes tonë, përkundrazi ne do të jetojmë me vërtetësi, dhe ky është besimi ynor. Të jetoni me vërtetësi, me vlerën tuaj, me zemrën tuaj, është besimi i vërtet që ju e keni Zotin në zemër. Hapeni zemrën, lidhuni me zemrën dhe të krijojmë tokën e re, botën e re, ku jemi të gjithë të lidhur me qiellin dhe me tokën. Ngriheni nëse besoni dhe nuk ngrini kokën në qiell. Të më falni, si e quani besimin? Në qoftë se ju besoni dhe besoni, luteni, edhe nuk veproni për atë që ju ndërroni të krijoni jetën tuaj, atëherë besimi juaj ngelet troç, po ja u them, besimi juaj ngelet dëshirë, ngelet fantazi, prandaj jemi në shenjën e peshëve. Gjithsesi, unë do të tregoj diçka dje që premtja e datës 13 është që njihet e planeti, dita e planetit Venus, planeti ose Afrodita në shqip, është i dashurisë, i bukurisë jetës tonë, e kemi që të gjithë në shpirtin tonë, është data 13, është energjia femërore, kush është lidhur nga ju me numrin 13, me 13 chakrat ose 15 chakrat, sipas asaj që jeni, ju jeni lidhur me misionin hynor të Zotit të Madh, që i shërbeni Zotit për të kontribuar në evoluimin e qenies njerëzore, për të nderuar veten tonë si qenie njerëzore, por edhe tokën më, sepse këtu është jeta, është kjo energji femërore krijuese e nënës së madhe, është energjia e dashurisë krijuese, dhe mbi të gjitha një pjesë datën 13 e quajnë e premte e frikshme, këtë po ashtu mund të ketë besime fetare ose të religione tjera, varet si kanë, nuk gjykoj, të kuptoni që me pararsi tanë të lartë, dhe unë që e përjetoj, sepse i kam këtë numër kudo, është lëshim asaj që nuk na shërben, është rilindje, është reflektim. Mësoni që kjo mrekulli
ka të bëj që ne duhet të lëshojmë frikë, kjo data 13, dhe në total është numri 4 që u diqet nga qeli, numri 4 është shtyllat themelore të jetës, disiplinë, qëndrueshmëri, stabilitet, besueshmëri. Pra numri 13 ju tregon ju, hiqni dorë nga frikrat, hiqni dorë nga çdo gjë që nuk ju shërben, që ju shqetëson, krijoni ekuilibrin me veten tuaj, me dy energjit femërore në brendësi, sepse e kemi, janë këto organet tona, që të kujdesemi, të jemi ta ndjejmë trupin ton dhe me mendje optimiste për jetën, ndërkohë të duam veten se jemi komplet, jemi dashuri, jemi të mrekullueshëm, jemi të krijuar nga krijesa, që të gjithë me vlerë, që të gjithë me talent, për atë që ne kemi vlerë, dhe mbi të gjitha të përdorim këtë energji femërore krijuese për të realizuar jetën tonë dhe për të jetuar me vërtetësi. Kjo është video për sot. Video në ardhshme do të tregoj se si ju të veproni me hënën e re në peshqit, me qëllim që sido që të jeni, ne do t'i kalojmë të 12 hëna dhe për një pjesë që janë të thirrur, që ndihet nga flaka, nga zemra juaj, që jeni të thirrur për të evoluimin e qenies njerëzore, ju do të arrini edhe në numrin 13, apo edhe në lidhje me sistemin e madh diellor. Gjithsesi që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se ku ndodheni, dhe me mua besoni në veten tuaj dhe besoni në univers, në Zotin tuaj, sepse duke qenë të pëmendshme, ju merrni informacion, merrni ide, merrni frymëzim, dhe ato ju drejtojnë, sepse shpirti juaj që është rritur, dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.